Mjeku çudit botën. Speci djegës çdo ditë shëron këto 3 sëmundje, ja kush duhet ta konsumojë urgjent. Nëse speci i kuq djegës shtohet në ushqimet tuaja duke mos u tepruar, mund të jetë i mirë për organizmin pasi ofron disa të mira shëndetësore. Speci i kuq djegës përmban pak proteinë, pak karbohidrate dhe shumë pak yndyrë. Për 45 gram nga ky lloj speciet përmbani 47% të nevojës ditore të organizmit për vitaminën C, 13% të nevojës ditore të vitaminës B6 dhe 5% të vitaminës K, raporton Healthline. Kjo do të thotë se speca djegës përmbajnë sasi të madhe të vitaminës C, që mund të shkojë deri në 72% të nevojës ditore. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Pasi këta speca treten, bluhen dhe bëhen piper, përmbajnë më shumë sasi të vitaminave se secila esencial i shëndetit të njeriut. Një tjetër përbërës që gjendet te speca djegës është kapsaicina. Është raportuar se ky përbërës mbron kundër problemeve të prostatës. Kapsaicin liron nxehtësinë dhe si e tillë përdoret nga farmacistët në disa fasha ngjitse të cilat aplikohen për të lehtësuar edhe dhimbjet e shpinës. Disa studime kanë sugjeruar se këto speca mbrojnë nga sëmundjet e zemrës. Piperi i kuq jep shije ushqimit, duke u bërë edhe një zëvendësues i kripës për një shije më të mirë dhe gjithashtu për të ofruar një sër benefitesh në dobi të organizmit. Përfshirja e specave të kuq djegës në dietën tuaj do të jetë një element pozitiv në mbrojtjen e organizmit dhe mbajtjen larg të komplikacioneve të tij. Nëse speci i kuq djegës bëhet pjesë e dietës suaj, gjithmonë duhet ta bëni pjesë në sasinë e duhur. Disa i mbajnë larg dhe disa nuk bëjnë dot pa konsumin e specave në regjimin e tyre ushqimor. Por çfarë e bën specin e kuq djegës diçka kaq të vogël dhe speciale për shëndetin? Ajo quhet kapsaicin. Arsyeja pse speci i kuq djegës përdoren në mjekësinë tradicionale dhe pastruese është pikërisht ky përbërës i quajtur kapsaicin. Kapsaicin është përbërësi aktiv në shumë lloje të specave, përfshirë këtu specin e kuq djegës. Pikërisht ky përbërës u jep shihen djegëse, shpjegon Jenny Alan, profesor i farmakologjisë dhe toksikologjisë në Michigan State University. Pikërisht kapsaicin qëndron pas shumë benefiteve shëndetësore të specave të kuq djegës, sipas dietologes Alisa Ramsey, për cilat janë tashmë përfitimet që do të merrni nga konsumi i specave të kuq djegës. Për shkak se kapsaicin rrit lehtë temperaturën e trupit, që do të thotë se do të digjni më shumë kalori, speci i kuq djegës mund të nxjisë metabolizmin. Disa kërkime kanë vërtetuar se kapsaicin ndihmon edhe kundër dhimbjeve për shkak se redukton të quajturën substancën P, një kimikat i rëndësishëm për transmetimin e dhimbjeve. Nëse përdorni një krem me kapsaicin, në fillim do të keni pak dhimbje dhe irritime, por më vonë do të ndjeheni më mirë. Specat e kuq djegës përmbajnë nivele të larta të antioksidantëve. Antioksidantët janë substancat që parandalojnë ose zvogëlojnë dëmtimin e qelizave të shkaktuara nga radikalet e lira që gjenden më shumë te specat e kuq djegës. Ato parandalojnë oksidimin ose dëmtimet e shkaktuar nga radikalet e lira, sidomos në lidhje me kolesterolin dhe trigliceridet. Specat e kuq djegës ndihmojnë me kongestionin. Specat e kuq djegës ndihmojnë në pastrimin e kongestionit. Kapsaicin mund të zhbllokojë venat e gjakut në undë, duke çliruar kështu kongestionin. Konsumi i specave të kuq djegës në dietën tuaj mund të përmirësojë qarkullimin e gjakut. Kapsaicin ka dhënë prova se redukton kolesterolin dhe trigliceridet dhe ndihmon që qelizat të mos ngjiten me njëra tjetrën dhe të formojnë piksje. Të gjithë këta faktorë promovojnë qarkullimin e shëndetshëm të gjakut. Produktet pikante, duke përfshirë këtu edhe speca djegës, nuk janë për këdo. Nëse keni probleme me djegjen e stomakut dhe urthin pas janë specat e kuq djegës, duhet të bëni kujdes me sasinë që konsumoni. Ushqimet pikante si specat e kuq djegës gjithashtu mund të irritojnë zorën tuaj duke shkaktuar diarre nëse i përdorni ato tej masës së nevojshme. Ato mund t'i përdorni në gatime ose edhe si erëz në ushqimin tuaj. Nëse doni të ndryshoni rutinën tuaj të përkujdesit ndaj shëndetit, ju sugjerohet të provoni çajin e piperit të kuq. Zakonisht, përgatitja me piper të kuq të bluar dhe limon të freskët dhe ujë të nxehtë.
Kjo pije përvoluese nxit funksionet e sistemit tretës, mbron shëndetin e zemrës dhe ndihmon edhe në humbjen e kilogramëve të tepërt. Mund të duket e çuditshme, duke që nëse kjo erëz përdoret më së shumti në gatime, por speci i kuqdjegës është i pasur me kapsicin. Shumë studime mjekësore ku bazohemi sipas LTCA-it pohojnë se kapsicina arrin të reduktojë inflamacionin, një proces që luan një rol kyç në krijimin e shumë problemeve kronike. Gjithashtu, piperi i kuqdjegës përmban edhe një numër të lartë të antioksidantëve si vitamina A, vitamina C, gjithashtu. Edhe pse çaji me piper të kuq zakonisht përdoret si një recetë kundër peshës së tepërt, shumë njerëz e konsumojnë çdo ditë për shëndetin e plotë dhe organizmin e tyre. Vlerat në shëndetin tuaj të çajit të piperit të kuqdjegës do të përfshijnë përmirësim të qarkullimit të gjakut, tension të gjakut dhe mbrojtjen e shëndetit të zemrës në saj të substancave çaji përmban. Eliminimin e dhimbjeve. Piperi i kuq është përdorur prej vitesh si një pastë, duke u kombinuar me vajin e ullirit për të ndihmuar në problemet e osteoporozës, muskujt e ngrirësit dhe dhimbjet e qafës, por edhe duke pirë atë si çaj, të cilët mund t'japin rezultatet e nevojshme. Çlirimi nga kolla kronike ose simptoma të tjera të ftohjes dhe fytya e caruar. Çaji me piperin e kuq largon edhe toksinat nga organizmi dhe jep ndihmë në rënien nga pesha. Këtë gjë arrin përmes disa substancave të cilat ndalojnë urinë, duke zgjatur kështu hapësirat mes vakteve, si dhe duke arritur në ngopje më pak sasi ushqimi. Rastet e personave që nuk duhet të konsumojnë çajin e piperit të kuq mund të jenë në varësi të shëndetit të tyre. Për personat që vuajnë nga problemet e sistemit tretës, duhet të tregohen të vëmendshëm ndaj reagimeve të organizmit të tyre. Gjithashtu edhe personat që kanë probleme me gurën në veshka ose një mëlçi jo të shëndetshme, duhet të tregojnë kujdes me konsumin e specave. Këshillohet që në raste të tilla të mos vazhdoni konsumin e tyre, por ta reduktoni atë dhe ta zvendësoni me diçka tjetër. Por si të përgatisni çajin duke shtuar specin ose piperin e kuqdjegës në rutinën tuaj të shëndetit të përgjithshëm. Gjithçka që ju duhet është një majluge çaj piper të kuqdjegës dhe një gotë me ujë të nxehtë. Mund të shtrydhni lëngun e një gjysmë limoni dhe ta bëni atë për një shije më të veçantë. Keni kujdes që kur zjeni ujin të mos e lini në zjarr derisa të vlojë, prandaj përdorni ujë të pishëm. Përzjeni piperin e kuq sa ai të tretët plotësisht në një gotë me ujë. Nëse doni të përgatisni një çaj akoma më të shëndetshëm, shtoni edhe bimët të tjera medicinale si xhenxhefili ose turmeriku, ndërsa për më shumë shije këshillohet që të shtoni një lugë me mjaltë. Kështu rezultatet që do të merrni prej tyre do të jenë fantastike në mbrojtjen e shëndetit dhe në parandalimin e komplikacioneve të tyre. Speci i kuqdjegës është një zgjidhje fantastike për shëndetin tuaj dhe si i tillë duhet të jetë pjesë përbërëse e dietave tuaja. Cilësia më e mirë e piperit të kuqdjegës gjendet te antioksidantët që kjo erëz ofron me kaq bujari. E kujtja kishte marrë mendja se një lugë me speca të kuqdjegës do të ofronte shumë herë më tepër ndjesinë e djegjes. Piperi i kuqdjegës është një erëz mirëbërëse e cila ndihmon organizmin të mbrohet kundër komplikacioneve. Së fundmi është zbuluar se speci i kuqdjegës ndihmon trupin në luftën e inflamacioneve dhe sëmundjeve përgjithëse dhe problemeve autoimune të disa llojeve të qelizave të dëmtuara. Cilësia më e mirë e piperit të kuqdjegës gjendet te antioksidantët që kjo erëz ofron me kaq bujari. Në të njëjtën mënyrë, si shumë prej ushqimeve dhe erëzave të pasur me ushqyes, piperi i kuqdjegës ka aftësinë të rregullojë nivelin e sheqerit në gjak dhe të trajtojë diabetin. Për shkak të sasive domethënëse të antioksidantëve, speci i kuqdjegës mbron syt nga shumë komplikacione. Kjo erëz përmban vitaminën A, lutein dhe zeakanthin, që ndihmojnë si antioksidant të fuqishëm. Piperi i kuqdjegës ose speci i kuqdjegës mund të ndezë shqisat, por ai e mban në zemrën dhe sistemin kardiovaskular në formë optimale. Piperin e kuqdjegës mund ta përgatisni shumë lehtë në shtëpi. Gjithashtu ai është një recetë shumë e mirë për të shtuar në gatimet tuaja. Çelësi qëndron te mënyra dhe sasia e përdorimit. Pasi vetëm kështu do të merrni përfitimet të tij unike në dobi të shëndetit dhe në parandalimin e komplikacioneve të tij. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.